Njësia për krim ekonomik e SPB Shkup pas ditën e sotme ka konfiskuar dokumentacion shtesë dhe ka arrestuar 2 persona të dyshuar për mosveprim në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në qytetin e Shkupit. Në mesin e personave të arrestuar është edhe drejtori i ndërmarrjes publike e higjiena komunale Sabahattin Rustemi, i cili në këtë funksion u emërua më 29 janar të këtij viti si pjesë e koalicionit të kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arsovska dhe BDI. Më urdhër të prokurorisë themelore publike të Shkupit, oficerët e policisë po ndërmarrin veprime për sigurimin e provave. Janë arrestuar dhe mbajtur 2 persona nga udhëtësia e NP Higjiena Komunale Shkup në lidhje me dyshime për veprën penale, rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës përmes mbeturinave. Prokuroria publike javën e kaluar njoftoi se veç më po ndërmerr veprime për sigurimin e provave për vepër të mundshëm penale në lidhje me gjendjen e mbeturinave në Shkup. Me këtë rast, prokurori publik i lëshoi urdhra Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe organeve të tjera kompetente për veprim të menjëhershëm dhe për kontrolle në lidhje me punën e ndërmarrjes publike higjiena komunale. Janë dërguar kërkesa të shërbimet komunale inspektuese që të kryejnë mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese dhe të konstatojnë gjendjen aktuale. Ndërkaq kryeministri Kristian Mickoski sot paralajmëroi se problemi me mbeturinat do të ketë zgjidhje dhe rikujtoi premtimin e kandidatit të VMRO-DPMN-s Orce Gjorgjievski për kryetar të qytetit të Shkupit, i cili ka thënë se nëse fiton zgjedhjet, do të zgjidh problemin me mbeturinat për 72 orë. Mendoj se kjo do të ketë një zgjidhje, e cila do të jetë shumë interesante për të ndjekur. I falenderoj kryetaret e komunave të Velesit, Shtipit, Kavadarit dhe Kumanovës për mbështetjen që ka dhënë ditëve të fundit me mekanizmin për pastrimin e mbeturinave në Shkup. Ditëve në vijim e martë, e premte dhe e shtunë do të vazhdoj dhe më pas pres që pasi të fitoj Orce Gjorgjievski dhe kur të bëhet pranim dorëzimi menaxhimit praktik me qytetin e Shkupit, e gjithë çështja me mbeturina të normalizohet. Qyteti i Shkupit tashmë një kohë të gjatë e posaçërisht ditëve të fundit po përballet me një krizë të menaxhimit të mbeturinave, me çka mbeturinat nuk mblidhen për ditë të tëra nëpër komunat e Shkupit. Të premten e kaluar, Instituti për Shëndet Publik alarmoi se në rast se vazhdon kjo gjendje, kryeqytetit i ka nuset për hapja e sëmundjeve të ndryshme infektuese.